you're strong. Para 6 vitesh, Shyhrete Tahiri Sulejmani theu heshtjen 20 vjeçare duke denoncuar publikisht dhunën seksuale nga forcat serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë. Guximin e nënës për të ndarë me botën një përjetim tronditës e rrëfeu e bia e Shyhrete Sulejmanit, Venesa. Ajo ndau me pjesëmarrësit në forumin ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë, dhimbjen e trashëguar dhe pasojat e traumës ndërbreza, duke theksuar se lufta nuk përfundon me heshtjen e armëve, por lë pasoja të thella te brezat që vinë më pas. Në moshën 4 vjeçare unë isha dëshmitare e një krimi të luftës. Për 15 vjet të gjata, shëndeti im mendor dhe fizik ishte i rrezikuar rënd, deri 2 vjet më parë kur vendosa që nuk do ta lejoja më të më shkatronte mua, ne apo këdo tjetër. Megjithse unë ende po e gjej timen, do ta përdor me krenari për ata që nuk kanë zë,